Nga SPAK u zbatoi masën e sigurisë detyrim paraqitje. Kreu i PD Sali Berisha sulmoi gjyqtaren e GKK-o Irena Gjoka. Në një deklaratë për gazetarët, Berisha u shpreh se Gjoka rezulton të jetë gjobitur dhe dënuar me 3 muaj burg nga gjykata e Janinës në vitin 2005. Ju do të mësoni se njeriu që kryesonte gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delikuente e pa fytyrë, e pa moral, e pa karakter, e dënuar me burg në vendet fqinj dhe përdorej si sklave nga Edi Rama dhe regjimi aktual. Irena me 5 mbiemra e përfolur për rishfete gjysmë milionëshe, jo në një, por në disa raste, rezulton se në vitin 2005 është dënuar nga Kolegji Penal i Janinës me burg dhe gjob. Kjo monster, në vend që të vuaj dënimet, është lartësuar në kryetaren e gjykatës speciale nga Edi Rama, Taulant Balla, dhe është keq përdorur në shkallë ekstreme nga Altin Dumani. Nga viti 2005, viti i dënimit të saj, të cilin e ka fshirur në kolektiv, bën të pavlefshme absolutisht çdo vendim të saj në përputhje me vendimet e gjykatës së Strasburgut, dokument zyrtar dhe me vule me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë, që tregon se për këtë arsye e dënon të pandehurën të shpallur fajtore me burg 3 muaj dhe gjob 1500 euro, si dhe shpenzimet gjyqësore prej 73 eurosh, falsifikim pasaporte avize, por është dënuar për falsifikim dhe është dënuar nga Kolegji Penal dhe jo administrativ. Është turpi të Ulsi Manjës, të këtij ministri i cili në regjistrimet telefonike rezulton se përveç 500.000 euro nga emigranti, i kërkon edhe çantë Louis Vuitton dhe emigranti i thot për kë e dua të çantë, e dua për zonjën thot. Jo, e dua në intimitet, por nuk po hy në intimitete, u shpreh Berisha para SPAK.